Mirëmëngjes miq. Shpresoj dhe uroj të jeni gjithë mirë. Po e bëj këtë video duke marrë çkas nga diçka. Unë, me thënë drejtën, nuk hyj në Facebook për të shletuar postimet e tjera. Hyj kur kam diçka për të postuar, e postoj dhe dal. Dhe njëkohësisht nuk rrit të komentoj apo t'ju përgjigjem gjithë komentuesve dhe tashmë e din gjithë komentojnë atë që kanë dëshirë të thonë, po gjithmonë brenda kornizës etike, siç e dini tashmë për mua. Më bëri përshtypje, e këtu duhet dal një video që tregonte një polic rrugor duke marrë një rishfet. Edhe dikush e kishte filmuar nga larg. Hyra për të parë komentet. Po them 90-95% e komenteve nuk i pash gjitha se s'kisha as kohë, as në dëshirë të madhe. Po 90-95% e komenteve ishin që fajin e ka ky që filmon. Polici nuk ka ndaj faj. Mire bën që merr. Fundja të tjerët marrin më shumë. Asyet ishin polici ka familje për të majtë. E tjera tilla. Pra, harrohet që korrupsioni ka shkallë, sipas shkallës, sipas nivelit, është vlera e korrupsionit, e korruptimit. Ai polici, aq ka mundësi, aq bën, me 50.000 lekë, 50.000 lekë vjetra, 50.000 lekë vjetra, s'ka rëndësi, shumë. Shefi ti merr 500 apo 1 milion, apo më shumë. Dikush më shumë, e kështu me radhë, derisa arrim ke ato miliona euro që marrin ata sipër fare. Pra këtu problemi nuk diskutohet për sistemin. Njerëzve nuk i bën përshtypje sistemi i korruptuar. Njerëzve i bën përshtypje pse dikush filmon. Kishte nga ata që thonin më mirë ti marr polici se ti marr shteti. Ata lek. Edhe unë i kam dhënë, thoshe tjetri. Edhe kam shpërtuar sa të më heqin patentën. Problemi është ajo makina, ai shofer. Nuk u ndalua se kishte një sinjal të thyer. U ndalua ndoshta për shpejtësi. U ndalua ndoshta për parakalim të gabuar. U ndalua ndoshta, gjithmonë ndoshta, se nuk e di arsyen, se kishte pirë. Po të paktën këto 3 arsye që përmenda unë, nuk po zgjaten, janë të rrezikshme për të tjerët. Rrezikojnë jetën e të tjerëve. Ju dëmton mjetin të tjerëve që shtakshirat kanë. Kështu që mjaftojnë këto 3 arsye për të menduar që nuk qëndron ky lloj arsyetimi, ky lloj negativiteti që ka shoqëria shqiptare. Tash është kthyer në normë, nuk marron dot punë, po nuk dhe lek. Nuk është kështu. Personalisht nuk jam Jezu Krishti as profeti Muhammed, për t'i përmend të dy destinet fetare, por personalisht nuk kam dhënë asnjë lek. Absolutisht asnjëherë nuk kam dhënë lek për të marruar i punë. Qa ka qenë për të mbaruar është mbaruar, qa s'ka qenë për të mbaruar s'është mbaruar. Por lek nuk kam dhënë. Dikush, po shumë nga ju nuk do i besojnë, këtë që po them. Është drejta juaj. Unë arsye për t'u hequr ndryshe me ju nuk kam, se nuk fitoj asgjë, nuk përfitoj asgjë, nuk kam në përfitim as material as shpirtëror nga kjo. Por jemi këtu ku jemi, si komp, pikërisht, se nuk e kapim thelbin, pikërisht se rezultojmë vetëm me energji negative. Vetëm me energji negative. Nuk e di ç'mendim keni. Si gjithmonë jemi të lirë ta shprehni. Është i vetmi vend ku unë edhe komentoj, edhe përgjigjem komenteve, gjithmonë kur janë, siç thash, brenda etikës, sepse në Facebook nuk përgjigjem asnjëherë. Pothuajse asnjëherë, më falni, pothuajse asnjëherë. Ndërsa në kanal kemi një Telegram, shpeshherë bashkëbisedojmë ata që më ndjekin, sepse tashmë i bën vite që me disa kam dhe njohje fizike reale. Bile kur vinë nga jashtë atje ku janë, vinë, takohemi, pimi kafe, shmallim dhe
të dënë këndshëm. Ndërsa këtu në YouTube, në kanalin tim, si që keni vënë re, ju përgjigjem pothuajse të gjithëve. Me për ndonjë përjashtim të rrallë që ndoshta për aftësitë e mia, ose më mirë për aftësitë e mia shumë të kufizuara për t'i kuptuar gjërat, nuk arrit t'i kuptoj dhe nuk e përgjigjem. Por sinqerisht më bën përshtypje ky lloj negativiteti, e theksoj. Ky negativitet që ekziston në shoqërinë shqiptare dhe që shpjegon konkretisht pse jemi këtu. E japim vetë edhe pa na e kërkuar, sepse kemi psikologjinë që po si dhe lek nuk marron punë. Ka shumë raste të tilla. Shumë raste të tilla ka. Asnjëherë nuk mund të them që është absolute njëra apo tjetra. Diskutohet kjo. Por thash, absolute është kjo që ju them unë. Nuk kam dhënë lek asnjëherë në jetën time. Kam pas fjalën smur para ca vitesh. Ishte periudhë tjetër që flitesh ndoshta edhe shumë. Që jepet. Për aq kohë sa ndonjë spital ishte shërbimi i shkëlqyer, nuk dhash as i lek. Absolutisht as i lek. Jo që nuk ma kërkuan që s'diskutohet, po edhe nuk e stimulova këtë punë. Dikush mund thotë që po mirë, kur ka qenë shërbimi kaq i mirë, pse si ke shpërblyer. Nuk i kam shpërblyer pikërisht se ky është parimi. Parimi im, të kuptohemi. Nuk them që është e saktë kjo, po ky është parimi im. Nuk kam se t'jam lek për gjëra që duhen kryer pa lek. Mirë mi se ju lodha, ju më duket sikur po predikoj, si ata dy që ju përmenda. Shpresoj që mos ju ke mërzitur, po t'ju ke mërzitur gishtin poshtë, pa dyshim, nuk ka problem. Edhe ju uroj një ditë shumë të mbarë. Kalofshi mirë, ju dhe gjithë shkeni. Faleminderit njëkohësisht që më ndiqni, sepse ndjekja juaj është i vetmi stimul që unë kam, sepse ju kam thënë që nuk kam si lloj stimuli material, nuk paguhem nga YouTube-i, nuk ka rëndësi se sa shikime kam apo sa klikime kam, se dikush mund të mendoj që i bëj titujt për klikime, për shikime, nuk më interesojnë fare sepse nuk monetizoj asgjë nga YouTube. Thjesht është pasioni im për këtë punë. Miq, edhe një herë faleminderit që më ndiqni. Ju uroj ditë të mbarë edhe takohemi së shpejti.